Lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe garantimi i funksionimit të pandërprerë të institucioneve me drejtësinë mbetet detyra kyçe për Shqipërinë në procesin e integrimit evropian. Mesazhi u përcoll nga raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andreas Schieder, gjatë një vizite në Tiranë ku zhvilloi takime me përfaqësues të majorancës dhe opozitës. Nuk bëhet fjalë vetëm për hapjen e kapitujve, por edhe për mbylljen. Ideja e ligjit nuk është që ne të kënaqemi me BE-n. Shqipëria ka vendosur të përkushtohet reformat, sidomos për luftën kundër krimit organizuar. Arena politike duhet bëjë të pamundurën që të ketë komunikimin e duhur për mënyrën se ku është Shqipëria tani dhe se ku do të arrijë në të ardhmen. Një apel i drejt për drejt shkoi edhe për klasën politike, ku Schieder kërkoi ndryshim të kulturës së debatit publik. Ka ardhur koha që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap përpara, mos të dramatizohet gjithçka, mos të fillohet me koktej Molotovi e tjerë, por të luftohet fort me argumente të forta në skenën politike, aty ku duhet. Kjo vlen për qeverinë dhe opozitën. Mbi 90% e qytetarëve shqiptar duan integrimin në BE. Kjo është gjëja më e mirë që mund t'i tregojë Shqipëria Europës. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian komentoi gjithashtu protestën e fundit të opozitës. Demokracia me Molotov nuk është e mirë. Javën e kaluar pam fotografi në media për protestën që dukeshin dramatike. Pastaj kur vjen këtu dhe sheh një situatë më pak dramatike, duhet të jemi të ndërgjegjshëm edhe për perceptimin që prodhoni nga mediat në mendjen e qytetarëve evropian. I pyetur për çështjen konkrete politike, përfshi rastin Balluku, ai shmangon komentet ligjore duke nënvizuar se institucionet shqiptare duhet të bëjnë punën e tyre në përputhje me kushtetutën. Nuk komentoi çështje juridike apo ligjore, por institucionet duhet të kryejnë punën e tyre. Sa për kuvendin e Shqipërisë, jam i sigurt që do të bëhen diskutimet e duhura dhe do të merren vendimet e duhura në bazë të kushtetutës. Ndërsa për akuzat e ngritura nga opozita ndaj Akshit, ai refuzoi të japë qëndrime, duke theksuar se nuk mund të komentojë çdo deklaratë politike. Deklaratat e raportuesit evropian vinë në një moment kur Shqipëria synon të përshpejtojë negociatat me BE-n, ndërsa lufta kundër korrupsionit dhe funksionimit të shtetit ligjor mbetet prova vendimtare për ecurinë e procesit të antarësimit.